Kërthisa e Ballkanit. Kështu njihet Maqedonia për shkak të pozitës së saj në Evropën Juglindore, ku historikisht janë gërshetuar interesa geostrategjike nga më të ndryshmet. Kjo sotnja Maqedonia e Veriut ka lënë prapa zhvillime të vrrullshme, prandaj datat janë ato që të bëjnë ta vësh gishtin në kohë. Muaj gusht padyshim është i vullosur në mbamendjen kolektive të dy popujve që përbëjnë shumicën, maqedonasve dhe shqiptarëve. Nisi me 2 gushtin e vitit të largët 1903 me Republikën e Krushevës, vazhdoi me asnomin e pas luftës së dytë botërore me Republikën Socialiste Federative Popullore të Maqedonisë si pjesë e Jugosllavisë. Ndërkohë, në fillim të viteve të 90-ta, vendi pa gjakderdhje arriti të shkëputet nga Federata e atëhershme Jugoslave. Historia e Maqedonisë u rrumbullakua me Republikën e 4, shtetin e pas marrëveshjes së Ohrit që i dha fund luftës së vitit 2001 ndërmjet forcave ushtarako-policore maqedonase dhe ushtrisë qeveritare kombëtare. Vitet që pasuan provuan një tolerancë ndëretnike që çoi në avancimin e pozitës juridiko-kushtetuese të shqiptarëve. Mirëpo, në këto 2 vitet e fundit, kjo trajektore nisi të marrë të poshtën, edhe atë pikërisht një çerek shekull pas marrëveshjes që solli paqen me garanci të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Shqiptarët njësoj si dhe maqedonasit historikisht kanë pasur një ëndrën për liri e barazi. Ky diskriminim i vazhdueshëm, permanent, sistemik, sistemor, marginalizim, represion, përjashtim, mohimi gjuhës, identitetit, ndalesë e zhvillimit kulturor, intelektual, profesional, bëri që ne të kemi një kulminacion në vitin 2001 ku shqiptarët u detyruan të marrin armët dhe të luftojnë për drejtat e tyre karshi shtetit Maqedonas. Dhe këtu duhet bërë një qartësim i qartë. Ky konflikt nuk ishte ndërmjet popujve, por ishte ndërmjet shqiptarëve dhe shtetit Maqedonas dhe elitës politike maqedonase. Marrëveshja u flet paraqet një moment historik ku 2 popull, të cilët kanë pasur histori të ngjashme, por edhe konflikte, arrin të këpusin linjën famkeqe të akmarrjeve dhe të hapin një faqe të re të bashkëtesës, të cilin japin shembull unik për ndërtimin e një shteti dhe të një shoqërie të popujve të barabartë. Për popullin shqiptar, kjo marrëveshje ka rëndësi të veçantë, sepse marrëveshja e Ohrit i ka mundësuar që ta realizojë potencialin e vet shoqëror, ekonomik dhe politik dhe të bëhet pjesë e barabartë e rrugtimit të maqedonisë së Veriut drejt integrimeve euroatlantike. Në Jugosllavinë socialiste ju premtua vllazërim bashkim, por për shumë vite ju ofrua poshtërimi. Aparati shtetëror kontrollonte e shtypte çdo zë që kërkonte më shumë të drejta, arsim dhe dinjitet kombëtar. Edhe pas vitit 1991, pas pavarësimit të Maqedonisë, ëndra për të qenë të barabartë mes të barabartëve mbeti vetëm ëndër. Kushtetuta e re e biratuar pa votat e deputetëve shqiptar e vendosi popullin Maqedonas në qendër të shtetësisë. Shqiptarët nuk u njohun si popull shtetformues, ndërsa shteti nuk përfilli referendumin për autonomi politike dhe territoriale të organizuar janarin e vitit 1992. Në vend të përfilljes së kërkesave për barazi, shteti aktivizoi aparatin represiv, madje edhe për të shtypur Universitetin e Tetovës. Më 17 shkurt të vitit 1995, ndërhyrja policore mori jetën e Abdul Selam Eminit. Gjaku i tij e vullosi universitetin që shteti e quante të jashtëligjshëm. 2 vite më pas, më 1997, edhe flamuri kombëtar u trajtua si kërcënim. Në Gosivar dhe në Tetov, shteti përdori forcën për ta hequr atë nga institucionet e pushtetit lokal. Pati dhe viktima, ndërsa u burgosën edhe kryetarët e tyre shqiptar. Është kjo koha kur Abdurrahman Aliti deklaron se kushtetuta e vitit 1991 është generatori krizës. Nuk vonoi e në fillim të vitit 2001 shqiptarët demonstruan
vazhdimin e politikës me mjete të tjera. Në skenë doli ushtria çlirimtare kombëtare në ballë me Ali Ahmetin. Kërkesat e saj nuk ishin për ndarjen e shtetit, por për ndryshimin e tij, për barazi kushtetuese, për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, për përfaqësim të drejtë dhe që t'i jepej fund diskriminimit institucional të shqiptarëve. Nuk luftojmë për ndryshim të kufive. Nuk luftojmë për ndarje të reja. Ne luftojmë për përmirësimin e statusit politik të shqiptarëve. Qëllimi ynë është të ruhet sovraniteti, integriteti i shtetit. Por ama të trajtohemi si qytetarë të barabartë dhe ne, si shqiptarë, ta njim veten shtetas të këtij shteti, sepse këtë vend e duam. Po aq sa e duan edhe kryeministri, edhe presidenti. Ndërsa luftimet vazhdonin, po ndërtohej edhe fronti politik. Historia nuk shkruhet nga politika e ditës. Politikanët shkojnë e vinë, por nga ata që sakrifikuan për vendin, të cilët mbeten pjesë e kujtesës kombëtare. E padyshim, Ali Ahmeti është një nga figurat që lidhet me këtë kapitull historik, me luftën që çoi në marrëveshjen e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit nuk ishte vetëm një dokument politik. Ajo u bë themeli i të drejtave më të mëdha për shqiptarët. Ali Ahmeti, Arben Xhaferi dhe Imeri Meri harmonizuan në Prizren kërkesat politike të shqiptarëve. Armët duhej t'ia hapin rrugën marrëveshjes. Për këtë ishte domosdoshme ndërhyrja ndërkombëtare. Знаете, имахме моменти къде се чинеше дека господин Перио особено, дека некој пат веројатно да повеќе кредит се земе, па стоеше некој на албански политички партии и ги убедуваше во она што е добро, во она што е лошо. Едноставно, нели, како промотор беше на нивните интереси, или ги убедуваше во добро или во лошо, или што да прифатат, што да остават. Këtu kemi punuar të gjithë bashkarisht. Në thotë edhe komuniteti ndërkombëtar ka respektuar faktorin e ushtrisë shërimtare kombëtare dhe me thënë kështu edhe në mënyrë simbolike çdo pikë dhe presë që është në marrëveshjen e Ohrit është edhe dora vetë e ushtrisë shërimtare kombëtare. Мора да кажам дека албанскиот блок имаше една значителна предност. А тоа е дека имаше многу поизразени симпатии на меѓународниот фактор. Marrëveshja e Ohrit është marrëveshje ndërkombëtare, nuk është marrëveshje që mund të jetë bënë mes të meje apo zotit Georgievski apo zotit Trajkovski. Marrëveshja e Ohrit është bërë me prezencë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja e Ohrit është bërë me nënshkrim e një marrëveshje që është bërë në mes të NATO-s dhe ushtrisë shërimtare kombëtare. Në verën e vitit 2001, ndërsa në teren vazhdonin krismat e armëve, në Ohr filloi një betejë tjetër, betejë për ta kthyer kërkesën shqiptare në marrëveshje politike dhe rend kushtetues. Në Tryez u ulën përfaqësues të dy komuniteteve që prej muajsh e shihnin njëri tjetrin përmes vijës së frontit. Presidenti Maqedonas Boris Trajkovski udhëhiqte procesin. Arben Xhaferi dhe Imeri Meri përfaqësonin partitë politike shqiptare përballë Ljupça Georgievskit dhe Branko Crvenkovskit që përfaqësonin partitë maqedonase. Me veprimin në teren, UÇK-ja tashmë kishte krijuar hapësirë për bisedime e negociata, me kërkesën që ato të bëhen nën kujdestarinë e faktorit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën përgjegjësinë e ndërmjetësimit. François Leotard dhe James Pardue kërkonin formulën që do ta ruante shtetin, por do ta ndryshonte mënyrën se si ai trajtonte shqiptarët. Stop fighting.
in exchange for increased role in the government and an increased recognition of their culture in Macedonia. Ali Ahmeti mbështeti kalimin nga qendresa e armatosur drejt zgjidhjes politike me kusht që kërkesat themelore të shqiptarëve të bëheshin pjesë e sistemit edhe të garantoheshin nga komuniteti ndërkombëtar. Fjalia e zotit Ali Ahmeti e fundit ishte zoti profesor në nënshkrue përgjegjësinë e ndajmë bashkë. Shqiptarët nuk kërkuan të ndanin shtetin, kërkuan të mos përjashtoheshin prej tij. Projekti për ndarjen e Maqedonisë nga Akademia e Shkencave. Ky projekt kishte mbështetjen edhe të politikanëve. Këtë projekt e arsyetoi edhe zoti Ando, po edhe kryeministri. Jo që kjo dëmton interesat vetëm të shqiptarëve, po këto projekte dëmtojnë edhe çështjen nacionale maqedone. Ta ideja беше прифатлива на доста Димовска. Таа идеја беше на Стојан Андов и Стојан Андов кажал за тоа работа. Така. Борис Трајковски, значи вака сега. Јас и Борис Трајковски лично го имаме запознаено Кристоф Хил за таа идеја. И Кристоф Хил рече не. Separating a country that only has 2 million people in it is a solution that is going to produce even more trouble. Et nous leur avons dit ça, ne comptez pas sur la communauté internationale pour aller dans cette direction, nous n'accepterons jamais. Тоа беше онаа идеја за поделба на териториите и преселба на населението, промовирана од поединци членови на Академијата на науките и уметностите, подоцна поддржана од луѓе на највисоки државни функции, председател на собрание. Kompromisi ruante karakterin unitar të vendit, por e detyronte atë ta njihte realitetin e vetë shumë etnik, realitet të cilin me kokëfortësi dhe dhunshëm e kishte injoruar me vetdije e me vite. Dhe gjatë bisedimeve të orrit për kompromiset që doshte të bashkë, unë konsultohesha me ekipin e ekspertëve të jashtëm, ishte një komunikim shumë i dendur përmes internetit me ekspertët amerikanë, por edhe me zotin Ali Ahmeti, të cilin vazhdimisht e njoftoja për çdo nuancë të ndrimeve që doshte të bashkë në tekstin bazë. Në 13 gusht të vitit 2001, pas negociatave në Ohër, marrëveshja e paqes u firmos në Shkup. Nuk ishte ky kapitullimi i njërës apo triumfi i palës tjetër, ishte pranim se shteti nuk mund të vazhdonte më si më parë. Рамковният документ и неговата имплементация и самата съдържина не е губитничка за нас. Maqedonasit nuk kanë çka humbin. Ato kanë fituar bashkë me ne, do të fitojnë demokracinë e mirëfillt, kurse ne barazinë. Luftëtarët e UÇK-s pranuan të i dorëzonin armët, jo sepse idealet kishin përfunduar, por sepse ato duhej të vazhdonin në një fushë tjetër, në kuvend, në qeveri, në institucionet e shtetit. Paqja ishte firmosur, por ajo duhej bërë realitet. Marrëveshja e Ohrit nuk është ideale. Marrëveshja e Ohrit është kompromis. Me që rast, gjatë ti kompromisi, shqiptarët kanë fituar. Por s'do të thot që nuk është lënë hapësirë që në rrugë parlamentare të përmbushen, të plotësohen edhe mangësit e tjera. Në 16 nëntor të vitit 2001, Kuvendi miratoi 15 amendamente kushtetuese, përfshirë edhe riformulimin e preambulës. Shqiptarët hynë me emër në tekstin themelor të shtetit bashkë me komunitetet e tjera. Kushtetuta pranonte se përgjegjësia për të tashmen dhe për të ardhmen e vendit nuk i përkiste më vetëm një populli. Охридскиот рамковен договор сите го третираме како еден многу успешен пример за тоа како се завршува етнички конфликт. Но со текот на времето тој еволуираше во нешто повеќе од тоа. Тој еволуираше во символ на тоа колку сме ние зрели како демократско општество, бидејќи
секое демократско општество се цени по тоа колку добро ги третира оние кои не се мнозинство во заштита од мајоризација, во еднакви можности. Така што со текот на времето Охридскиот рамковен договор е веќе символ за тоа колку сме ние напреднати и еманципирани како држава и како општество вкупно. По таа смисла, секој уназадување на таа имплементација ќе значи и уназадување на демократските стандарди на општеството. Тоа е еден многу значаен елемент на целата наша држава, бидејќи зборува за модерноста, зборува за инклузивноста и зборува за значењето на воспоставувањето и одржувањето на тие стандарди. Shqipja fitoi statusin e gjuhës zyrtare, përfaqësimi i drejtë i komuniteteve në organet shtetërore dhe institucionet publike u bë parim dhe detyrim kushtetues. Gjithashtu me kushtetutë u garantua mbrojtja nga mbivotimi për ligjet që prekin gjuhën, arsimin, kulturën, dokumentet personale dhe simbolet, u vendos që ato të miratohen jo vetëm me votën e shumicës, por edhe me atë të badenterit të shumicës së komuniteteve jo maqedonase. Badenter одигра една позитивна улога, каде што точно посочи, да речеме, кои се принципите на кои што треба да се заснова уставното уредување на Македонија, токму во споредба или во согласност со она што значи денеска европска норма или европски стандард, европски принцип. Alors, premièrement, le rôle de M. Badinter a été très positif. M. Badinter a une réputation internationale très forte et il a joué un rôle essentiel dans cette négociation. Më 5 qershor të vitit 2002 u themelua Bashkimi Demokratik për Integrim. Misioni i ri ishte që idealet e vitit 2001 të mbroheshin përmes votës, ligjeve dhe institucioneve të sistemit. Misioni ishte dhe mbetet barazia e shqiptarëve në shtet dhe integrimi i shtetit në strukturat euroatlantike. Dyert e sistemit që për dekada kishin qenë të mbyllura për shqiptarët nisën të hapet, mirëpo ndryshimi nuk ndodhi brenda natës. Universiteti i Tetovës në vitin 2004 u bë universitet shtetëror i financuar nga shteti, e krahas Universitetit të Tetovës dhe Universitetit të Evropës Juglindore më 2016 u themelua edhe Universiteti Nën Tereza, duke e sjell arsimin e lartë publik në Shqip edhe në kryeqytetin e vendit në Shkup. Decentralizimi e afroi pushtetin me qytetarin. Komunat fituan më shumë kompetenca në arsim, në kulturë, zhvillim dhe në shërbimet publike. Ajo që për dekada duke e pamundur, u bë pjesë e normalitetit institucional. Nga prilli i vitit 2017, ku vendi zgjodhi shqiptarin e parë në krye të tij. Pas Ministrisë së Mbrojtjes e të Financave, edhe diplomacia e vendit u drejtua nga një shqiptar. Në vitin 2023, ai kryesoi edhe OSBE-n. Gjatë këtij mandati qeverisës, Maqedonia pas marrëveshjes së presvës me Greqinë u bë antar i 30 i Aleancës Ushtarake të NATO-s. Me firmosjen e traktatit të miqësisë me Bullgarinë, u çelën edhe negociatat për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Охридскиот рамковен договор е една од главните одредници на нашата држава, односно на Република Северна Македонија. Тоа е столбот и темелот заедно со Преспанскиот договор, односно со времената спогодба и со договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, за функционалност и стабилност, всушност за опстанокот на нашата држава. И така треба да го гледаме и неговото настанување, и текот и причините поради кои се случува Охридскиот рамковен договор. Më 28 janar të vitit 2024, Talat Xhaferi u zgjodh kryeministër i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut. Nga një komunitet pothuajse i padukshëm në administratën e vitit 2001, shqiptarët me Bashkimin Demokratik për Integrim arritën deri në drejtimin e qeverisë. So nice to meet you. You are a legend. Në zgjedhjet e vitit 2024, Fronti Evropian mori 130.690 vota dhe 18 mandate. Evleni mori 106.937 vota dhe 14 mandate. Mbi 30.000 vota ishte diferenca.
Mirë po, përfaqësuesin shqiptar në qeveri nuk e përcaktoi pesha më e madhe e votës. E përcaktoi vullneti i partnerit Maqedonas. Detyrim ka kryeministri të respektojë legitimitetin e komunitetit të dytë. Dhe jo komuniteti i dytë nuk ka detyrim. Mandatari ka detyrim të respektojë legitimitetin. Sepse ai duhet të qeverisë, ai duhet të ketë stabilitet gjatë qeverisjes, ati duhet parimi i baditerit. Nuk mund të jetë qeveri funksionale në qoftë se nuk e ka shumicën e komunitetit, jo shumicë në këtë vend. Zhvillimet politike që ndodhen pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024 çuan në formimin e shumicës së re parlamentare ndërmjet VMRO-DPMNE-s, Znamit dhe grupimit politik Vlen. Veprimet e para të ekzekutivit të ri goditen pikrisht arritjet në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, në Germ dhe në Frym. За жал, ова не се напади од страна, ова се напади од самите државни институции. Тоа флагрантно неразбирање на функционалноста на Охридскиот рамковен договор за сите, не само за албанците, значи за сите граѓани на нашата држава, го доведува во опасност не само функционирањето, не само евроинтегративниот пат и членството во Европската Унија, туку и обстанокот, јас би рекла и политичкиот обстанок на Република Северна Македонија. Nëse patëm një transformim historik nga përjashtimi te përfaqësimi, nga përfaqësimi tek vendimmarrja dhe nga vendimmarrja tek bashkëpunimi i shtetit, këto 2 vite kemi të kundërtën, kemi kthim prapa. If the Albanian leadership remains under the moderate, pragmatic control of people like Ahmeti and Jaferi, I think we have a good chance to implement it. Është shumë e rëndësishme të bëhet e qartë se këto tendenca shkojnë në dëm direkt të shtetit dhe të gjithë popujve, përfshirë edhe popullin shqiptar, Maqedonas dhe të gjithë popujt tjerë në Maqedoninë e Veriut. Detyra e politikanëve, por edhe shoqërisë civile në vend është që këto tendenca të demaskohen dhe të gjithë të angazhohen në ruajtjen e frymës së marrëveshjes së Ohrit, e cila e bën Maqedoninë e Veriut një shembull të suksesit në ndërtimin e shtetit multietnik funksional. Goditja e parë erdhi mbi përfaqësimin. Gjykata kushtetuese shfuqizoi balancuesin, një mekanizëm ky që mbante llogari për përfaqësimin e drejtë të komuniteteve jo shumicë, më saktësisht të shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore, që nga i moment përkatësia etnike si referencë proporcionale nuk merret më parasysh gjatë punësimit në shërbimin publik dhe për rrjedhoj nuk ka më as kuota etnike. Мислам дека балансерот како дигитална алатка во минатото навистина беше предмет на злоупотреби и ако разгледуваме во тој контекст, одлуката ја поздравувам на Уставниот суд. Pas e përfaqësimit nën presion u vu gjuha, shqipja po anatemohet si barë, si shpenzim ose pengesë administrative. Në tabela, komunikime dhe shërbime publike po zhduket gradualisht. Рамковниот договор ја потврди граѓанската рамноправност и ги врати стекнатите права прекинати во 1991 година. Едноставно ја коригираше газиместанската матрица на југомакедонистичката политичка елита од крајот на 1980-те години. Да се подсетиме, колективните права на народностите беа официјални и со уставот на СРМ од 1974 година. Тоа се однесуваше меѓу другото на службената употреба и на албанскиот и турскиот јазик, но и на она што денес го знаеме како така наречено бадинтерово мнозинство. Она што многувина политичари денес може би го премолчуваат, може би не го знаате, дека овој механизам за спречување на мајоризацијата всушност постои со уставните амандмани на уставот на СРМ од 1971 година. Gjykata kushtetuese vazhdon procesin ndaj ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke rrezikuar kështu palcën e marrëveshjes së Ohrit. Ја лично ќе се залагам за подготвително, но дека тој предмет ќе биде решен следната година, ќе биде решен. И повторно, никој да не гледа на никаква опасност. Не смееме да заборавиме дека македонскиот јазик е официјален јазик на оваа држава,
по нашите закони и познавањето на македонскиот јазик е и право и должност за секој еден граѓанин. И затоа денес е особено битно ниту собранието, ниту Уставниот суд да не преземаат чекори со кои што се од партиски интерес, но длабоко го нарушуваат овој суштински концепт на рамковниот договор. Рамковниот договор во себе имено има и наднационална, односно наддржавна компонента. Тој е дел од архитектурата на регионалната стабилност, заедно со Дејтонскиот договор постигнат 5 години пред тоа. Именно Дејтонскиот договор беше мировен договор, а рамковниот е структурен дел од оваа регионална стабилизација, постигната со големо внимание и помош од меѓународната заедница и нашите партнери во Европската унија и НАТО. Të gjithë ata të cilët seriozisht kanë investuar në ndërtimin e kësaj marrëveshje, të gjithë ata të cilët janë garantues të kësaj marrëveshje, dhe këtu kam kryesisht fjalën për faktorin ndërkombëtar, kryesisht SBA dhe Bashkimin Evropian, nuk gëzojnë që me neglizhencën e tyre, me heshtjen e tyre, apo me mjaftimin për të thënë se marrëveshja e Ohrit duhet zbatuar, të aprovojnë këtë denigrim i cili ndodhen në vazhdimsi dhe çdo ditë. Përveç këtyre, u ndryshua dhe mënyra se si numëroheshin shqiptarët. Regjistrimi i fundit evidentoi 29.52% shqiptarë në popullsinë e përgjithshme të regjistruar, kurse institucionet aktuale shtetërore marrin në konsiderat vetëm 24.30% të popullsisë. Kjo çoi edhe në zvoglimin e mbështetjes financiare për komunat dhe zvoglimin e numrit të këshilltarëve në to. Përtej kësaj, me gjithë zotimin deklarativ për zhbllokimin e negociatave me Bashkimin Evropian për shkak të mospërmbushjes së kushtit kryesor për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut, shumica parlamentare nuk bëri asgjë konkrete për të vënë në jetë përcaktimin që edhe Maqedonia e Veriut të bëhet pjesë e familjes evropiane. Dhe çmimin për këtë do ta paguajnë të gjithë qytetarët e vendit. Ashiqare, bota serbe që po e servir pushteti nuk korespondon me vullnetin e shumicës së bashkëqytetarëve tanë e aq më pak të shqiptarëve në përgjithësi. Kështu lideri i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik e përfundoi fjalimin skandaloz në teatrin e Shkupit me rastin e kremtimit të fesës nacionale serbe Shën Spasi. Dodik e lëvdoi presidentin Rus Putin. Putin i rukovodstvo učinilo sve da odbrani ruske nacionalne i državne interese. Ajo që u fitua me gjak nuk mund të humbas në korridoret e pushtetit apo në anekset ku projektohet bota serbe në Maqedoni të Veriut. Shqiptarët nuk kanë qenë kurrë të pafuqishëm e në Maqedoninë e Veriut nuk ka asnjë forcë më të fuqishme e më të rëndësishme se sa faktori shqiptar. Marrëveshja e Ohrit nuk ka një datë skadence, ajo është themeli mbi të cilin ekziston e do të zhvillohet Maqedonia e Veriut, themeli i bashkëtesës ndëretnike, paqes dhe stabilitetit të vendit. Kush mendon ndryshe, atëherë nuk e do as Maqedoninë e Veriut, as shtet funksional, as shtet të fortë, as shtet europian, as shtet euroatlantik. Marrëveshja e Ohrit erdhi si rezultat i shtypjes, pabarazisë, përdjekjes dhe diskriminimit sistematik të shqiptarëve për dekada të tëra, si dhe si produkt i një qëndrese plot sakrificë, dinjitete, mospërkulje të gjeneratave të tëra të shqiptarëve. Prandaj 25 vjet nga lufta e 2001-shit dhe marrëveshja e paqes dhe 35 vjet nga pavarësimi i vendit, pyetja kryesore mbetet e njëjtë. A do të vazhdoj Maqedonia e Veriut të ndërtojë një shtet ku të gjitha komunitetet ndihen pjesë e tij e barabartë, apo do të rikthehen gradualisht praktikat që dikur e sollën vendin në krizë?